Padyshim, Jezusi mësoi se ligji i Mojsiut kishte rëndësi. Atëherë, pse si tha kur njerëzve veç mbani ligjin e Mojsiut pak më mirë dhe do të hyni në mbretërinë e qiellit? Jezusi pati plot raste me thonë diçka të tillë, por nuk e tha asnjëherë. Përkundrazi, Jezusi tha, ligji dhe profetët ishin deri te Gjoni. Prej atëherë shpallet mbretëria e Perëndisë. Tash më në pak. Kur Jezusi foli me Nikodemin të Gjoni kapitulli 3, u kanë të folë me një nga mësuesit më të njohur të Izraelit. Nikodemi ishte një njeri që e njihte ligjin mirë, që studionte ligjin, po mësonte ligjin të tjerëve. Jezusi shumë lehtë kish mujt mi thonë, mbaje ligjin më mirë, bëhu pak më strikt, por nuk e bëri. Ai tha Nikodemit, duhet të lindesh përsëri me pa mbretërinë e Perëndisë. Dhe kjo e ka trondit Nikodemin, sepse Jezusi nuk erdhi thjesht me na dhënë shumë rregulla. Ai erdhi për të sjellë një jetë të re përmes përmbushjes së ligjit. Dhe sipas tij, hyrja në mbretërinë e Perëndisë kërkon një rilindje total të njeriut, jo më shumë rregulla e përpjekje.